Na si punëtor në shkollën filluare, Fajkonica ishte jeta e re, qish prej themelimit, sepse themeluesit i kemi pas familjar dhe prej vitit 1986 kemi qenë detyrimisht lidhur me aktivitetin e shoqërisë jeta e re. Dhe ne e kemi pas për borxh të kontribuojmë, sepse nuk do thotë vetëm në arsim, po edhe në kulturë dhe në vlerat kulturore duhet dikush mi rujt. Edhe ja kemi dalë disi prej viteve 1900, unë kam qenë aktiv, ka 1986 e këndej, dhe me thonë, prej vitet 1990 si sekretar në shoqëri, aktivitetet, gjitha administratën ato jam mundu me përpikmëri, mi rujt, edhe dhe në vitin 1995 dhe në 2012 kam qenë kretar i shoqërisë jeta e re, edhe jemi mundu me mundësit tona, me mundin tonë, me sakrificën e antarëve, familjes, edhe të kontribuojmë se kjo që kemi bënë është pak, ju edhe sot e pa se për mbyllje e një aktiviteti, në qoftë se sëruat edhe mas disa viteve, ajo humbë. Kështu që jam i kënaqur që kam kontribu për ruajtjen e trashëgimisë të shoqërisë jeta e re, edhe ndoshta u desht më shumë, po aq kemi mujt me bën. Mendoj se këtë përvjetor, për 40 vjetorin e shoqërisë ka mangësi, ne jemi mundu pak që ndihmojmë, se këto vitet e fundit jemi tërheq pak për shkak të aktiviteteve familjes, i kemi sugjeru disa probleme, por ja ka arrit qëllimin, sepse një përvjetor nuk mund të kthehet mbrapa. Me ato vërejtje që unë i pashtë, grupet, veshjet, kishte disa vërejtje, po në përgjithësi antarët e dhanë maksimumin, edhe misafirët gjithashtu që ishin prezent, edhe ato e dhanë kontributin e tyre, edhe publiku gjithashtu. Jemi të kënaqur që ato familjarë, ato që ishin sonte aty, unë vërejtë se ishte diku ka fundi, edhe shisha njerëz që lutojshin edhe e kanë përjetu, po edhe unë me emocione shumë kam qenë.